Ju në gjatjeta, me që të dashur, në Turqi janë duke ndodhur ngjarje të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Këto në këtë video nuk dua të flas për rolin e Turqisë në arenën ndërkombëtare në lindjet e mesme apo raportet e saj me Kaukazin, Azinë Qendrore, me Ballkanin e diçka të ngjashme. Por sot këto para juve dua t'ju shpjegoj problemet serioze të cilat po lëkundin në themel Turqinë nga brenda. Do të flas pra për politikat e jashtme të cilat veç kanë filluar të reflektojnë në të gjitha anët e Turqisë dhe përreth saj. Ajo që po ndodh sot në Turqi nuk është thjesht një konflikt brenda GHP-s, Partisë Republikane Turke. Nuk është thjesht asnjë përplasje midis tre emrave kryesor të GHP-s, midis Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, presidenti i tanishëm i GHP-s, dhe Ekrem İmamoğlu's, ish kryebashkiaku i Stambollit, i cili po mbahet i arrestuar pikërisht për problemet të cilat do t'i shpjegoj këto dhe problemet të tjera. Në thelb pra, kemi të bëjmë me një pyetje shumë më të madhe se sa konflikti midis ish kryetarit të GHP-s, kryetarit të tanishëm dhe Ekrem İmamoğlu's. Pyetja është, a mund të mbijetoj demokracia në një vend ku paraja, sidomos paraja e pist, fillon të zëvendësoj vullnetin e lirë politik? Çfarë ka ndodhur? Gjykata turke ka arritur në përfundim se vullneti i delegatëve të Kongresit të 38 të GHP-s është cënuar përmes ndikimeve të paligjshme dhe për këtë arsye ka shpallur të pavlefshëm të gjithë procesin politik që ka pasuar edhe më pastaj. Një rast i vetëm i tillë në Turqi, por shumë i rrallë edhe që ka ndodhur në demokracitë evropiane. Pavarësisht nëse dikush pajtohet apo jo me këtë vendim, vetë fakti që partia më e vjetër e Turqisë ndodhet në këtë krizë bën që të reflektoj aq thellë atje dhe të reflektoj edhe tek ne në Kosovë dhe në hapësirën shqiptare. Pra, pyetja që dua ta shtroj sonte këto nuk është vetëm si rasti izoluar i Turqisë, por a kemi ne shqiptarët të drejtë të shikojmë këtë problem si një problem i largët nga kufijtë tanë e nga interesat e tanë, apo do ta shohim si një pasqyrë ku reflektohen edhe dobësitë tona si shoqëri dhe si shtet. Sepse edhe në Kosovë, sikur të rasti i tanishëm i GHP-s në Turqi, në zgjedhje të ndryshme lokale dhe qendrore, kemi dëgjuar akuzat të ndryshme për blerje votash, për ndikime financiare, për presione mbi votuesit, për tentativa për deformimin e vullnetit demokratik dhe të tjera anomali që kanë qitur në hije procesin zgjedhor dhe më pastaj edhe epilogun e zgjedhjeve. Emra të ndryshëm tek ne janë përmendur në debate publike ndër vite të tëra, por problemi është më i madh se emrat të cilat janë lakuar. Problemi është, të nderuar miq, se sa herë që paraja hyn në kutin e votimit, demokracia del nga dera dhe nga dritarët e shtetit. Prandaj, rasti i GHP-s do të jetë një kamban alarmi edhe për Kosovën, sepse historia
në mëson se demokracit rrallë herë shembën brenda natës. Ato nuk rrëzohen gjithmonë me tanke, me grushtete apo me ushtri. Shumë shpesh ato gërryhen pikërisht nga dal dhe nga brenda. Nga çka? Nga korrupsioni, nga klientelizmi, nga shitblerja e votës, nga bindja e rreme se kështu bëhet politika e ndryshe nuk bëhet. Sot në Turqi po diskutohet nëse është deformuar vullneti i delegatëve të një partije, të GHP-s. Nesër në Kosovë mund të na dohet të pyesim veten nëse është deformuar vullneti i qytetarëve të një shteti të tërë, siç ndodhi në zgjedhjet e kaluara. Dhe kjo është një pyetje e rëndë për të cilën dohet të interesohen ata që dohet të interesohen. Nuk do të më vinte të keq, përkundërzi, do të ndjehesha mirë nëse këtë video të cilën do të shpjegoj këto, do të dëgjojnë klasa politike e Kosovës, mbase edhe prokuroria dhe gjyqësia e Kosovës, për të parë se çfarë ka ndodhur në Turqi, çfarë ka ndërmarrë atje dhe si po shkon situata me raste të këtilla në Kosovë për vite të tëra. Pra, të nderuar, nëse delegati blihet me para, humb partia, tek ne ka pas lojra të pista edhe brenda partisë. E tjetra, nëse votuesi blihet, humb shteti. Ndërsa kur shitet ndërgjegja politike e një kombi, atër humbet e ardhmja e ati shteti dhe e ati kombi. Megjithse që të tri këto dimensione janë të përngjashme, megjithatë, blerja e delegatit dallon, është më e lehtë se blerja e votuesit. Blerja e delegatit thash shkakton humbjen e partisë, por blerja e votuesit e humbet shtetin. Dhe si përfundim, kur blihet ndërgjegja politike e një kombi nëpërmes blerjes së votave të votuesve, atëherë humbet e ardhmja e një kombi dhe një shteti. Kështu, po hymi në temë tash, në esencën e temës. Vendimi i gjykatës së apelit në Ankara, tash në maj 2026, për anulimin e Kongresit të 38 të Partisë Popullore Republikane, e quajtur GHP, përbën një nga ngjarjet më të rëndësishme politike në historinë moderne të Turqisë. Vendimi nuk është thjesht një çështje juridike e brendshme partijake. Ai prek në fakt krejt themelet e demokracisë turke, prek legitimitetin e opozitës dhe natyrisht marrëdhëniet ndërmjet pushtetit, paras dhe institucioneve publike. Sipas vendimit të gjykatës, Kongresi ku zgjidhet Özgür Özel në krye të GHP-s u konsiderua juridikisht i pavlefshëm, me atë termin e njohur në jurisprudencën turke mutlak butlan, ndërsa drejtimi i partisë i u rikthye strukturave të periudhës së udhëhequr nga Kemal Kılıçdaroğlu. Dhe Kemal Kılıçdaroğlu sot del nga shtëpia si kryetar i ri i GHP-s dhe shkon ulet në koltukun e kryetarit të GHP-s. Dhe vendimin e parë të cilin e merr është shkarkimi i 3 avokatëve të kësaj partije, të cilët me sa shihet kanë mbrojtur interesat e Özgür Özel'it, të Ekrem İmamoğlu's brenda partisë dhe kanë diskredituar dhe përdhosur figurën dhe personalitetin
e presidentit të dikurshëm i cili sot është ullur në koltukun e kryetarit të partisë. Pra, për ta kuptuar domethënien e krizës së tanishme në Turqi, nuk mjafton të analizohen vetëm procedurat gjyqësore rreth këtij akti. Duhet me patjetër të kuptohen transformimet e GHP-s gjatë 2 dekadave të fundit, lufta për pushtet brenda partisë, si u ngrit më pastaj figura e Ekrem Imamollus, ish kryebashkiaku të Stambollit, tani i arrestuar, si arriti ky njeri që t'i merr të gjitha pejt e partisë në dorë. Si është përdorur krahu kurd, si janë përdorur kurdët në Stamboll për të fituar Ekrem Imamoglu votat dhe si e ka përdor pastaj Ekrem Imamoglu partinë e GHP-s për të shpërblyer, akomoduar, financuar dhe çka jo tjetër jo legjitime të jashtëligjshme brenda Turqisë dhe financimin e filialeve të PKK-s kurde edhe në Evropë, në mënyrë që ajo të ndikojë tek votuesit kurd që ta votojnë Ekrem Imamollun, të bëhet kryetar bashkie dhe nga aty më pastaj ta fuqizoj edhe rolin e tij brenda GHP-s. Dhe Ekrem Imamoglu është faktori kryesor, emri kryesor, natyrisht, nëpërmes parave të korruptuara që ka bler votues delegat në Kongresin e 38 dhe të cilët e rrëzojnë Kemal Kılıçdaroğlu'n dhe Ebin Özgür Özel'in aty. Prandaj ky Özgür Özel tani është shumë i zëshëm për Ekrem Imamoglu. Por vetëm deri atje sa Ekrem Imamoglu të mos i kthehet GHP-s si president i mundshëm në të ardhmen, por që të shkoj në kryebashkinë e Stambollit dhe nga atje të kandidohet për president të Turqisë. Një tjetër gjë që duhet kuptuar përtej kësaj domethënies politike të krizës është edhe roli i rrjeteve financiare në Turqi në politikën e brendshme. Një tjetër rast është shumë interesant të dihet, tensioni i vazhdueshëm midis legjitimitetit juridik dhe legjitimitetit politik, për të cilën aq shumë flet Özgür Özeli, kryetari i tanishëm i GHP-s. Shpresoj se institucionet të cilat i përmenda pak më lart, edhe jo si përcjellës të mi, të e dëgjoni shpjegimin e kësaj ngjarje në këtë video këto dhe herë të ju shkoj mendja më pastaj, apo si e përdorja shprehjen, të dëgjoni në hijen e ngjarjeve politike, sidomos rreth zgjedhjeve që ndodhin tek ne në Kosovë, domosdo dhe shumë më pist edhe në Shqipëri. Kush është GHP-ja, miq? E dini, unë e kam shpjeguar politikën e brendshme turke shumë herë. Megjithëse që në 5-6 muaj të fundit fare pak jam marrë me Turqinë. Me Turqinë jam marrë këto 5-6 muaj të fundit vetë kur kam fol për probleme ndërkombëtare, për lindjen e mesme, për Evropën, Amerikën, për të fokusohem, ka 6 muaj që fare pak, asnjë video nuk e kam bë. Para 6 muajve, 7-8 muajve, e kam përcjell rastin e Ekrem Imamoglus dhe e kam shpjeguar në detajet më të thella, të mjaftueshme sa kam menduar unë, që jo ti kuptoni problemet e korrupsionit që u pati shpall si armiku më i rrezikshëm i Turqisë prej ditës së shpalljes së Republikës Turke. Kush është GHP-ja? GHP-ja, miq, nuk është një parti e zakonshme politike. Ajo është themeluar nga Mustafa Kemal Atatürku dhe konsiderohet partia themeluese
e Republikës Turke. Nuk guxoj me thonë se është një LDK, apo LDK-ja i përngjet sa do pak GHP-s atje. Jo për nga programi e sene, po për nga historiku. LDK-ja në Kosovë ka vepruar atëherë kur shqiptarët nuk e kanë ditë as çka është politika, as çka është demokracia. Ne ende jetonim në ish Jugosllavi, në sistemin socialist, komunist, vetë qeverisës, si shquaj i ish Jugoslavis. Pra, LDK-ja konsiderohet si një themel i rëndësishëm i shtetësisë së Kosovës historikisht. Ndryshimet pasojnë më pasaj, sidomos pas vdekjes së presidentit historik në plot kuptimin e fjalës, presidentit historik profesor doktor Ibrahim Rugova. Pra, GHP është themeluar nga themelusi i Turqisë dhe është në fakt partia themeluse e Republikës së Turqisë. Për dekada të tëra, ajo është identifikuar me shtetin, me sekularizmin, me nacionalizmin republikan, me modernizmin dhe së fundmi palaqot e tanishëm, të cilët e udhëheqin GHP-n dhe të cilët e kanë përdorur për 2 dekada si një nënpullaz për larje e shpërlarje të hesapeve dhe parave të pesta të cilat kanë lëvizur aty. Që në start, me gjithë që do të spjegoj pak ma poshtë, që në start, ju bëj me dije këto, se vendimi i gjykatës nuk është vendim i nisur nga jashtë, procedur e nisur nga jashtë e të vije ky vendim. Jo, është kërkesë e delegatëve të Kongresit të 38. E kemi thonë përpara. Është kërkesë e njerëzve të GHP-s. Është kërkesë e kryetarëve të komunave të GHP-s, të cilët nuk kanë mujt të pajtohen me ato anomali e parregullsi e veprime e vepra të jashtëligjshme të cilat i kanë pa brenda partisë së tyre. Edhe tek ne brenda partive ka njerëz të cilët me ndershmëri dhe me xhelozi punojnë që ta ruajnë fytyrën e partisë së tyre. Dhe pikërisht të tillët si këtë ne, atje në Turqi, pra, ata të cilët e kanë dashur, e kanë ruajtur partinë dhe e kanë konsideruar si gurthemeli i Republikës së Turqisë, kanë reaguar ashpër brenda tyre. Megjithëse që për vazhdimisht e përsjellni Turqinë, unë politikat i lexoj mediume turke, i dëgjoj debatet atje, nuk e kam pa të arsyeshme të lëshohem në shpjegimin e gjithë asaj që po ndodhte këto 6-7 muajt e fundit, por edhe për një arsye tjetër ka mu qa njeri. A me fol për Iranin, a për Palestinën, a për Amerikën, a për atë. Po, elhamdulillah. Të nderuar, për shumë qytetarë të Turqisë, për shumë turq, GHP-ja nuk është vetëm një organizat politike, por është një institucion historik. Siç thash, profesor doktor Ibrahim Rugova. Pikërisht për këtë arsye, kriza aktuale ka peshë të madhe, shumë më të madhe se sa një konflikt i zakonshëm partijak. Përsha, kur të rënditet GHP-ja, të rënditet një pjesë e madhe dhe e rëndësishme e arkitekturës politike turke. Për shkak të rolit të saj historik që e ka pas në krijimin e Turqisë. Humbja e Kemal Kılıçdaroğlu dhe lindja e krizës më pastaj i qiti të gjitha të palarat dhe me vendimin e gjykatës së apelit. U pa e pan të gjithë edhe me ligj, edhe me juridiksion, edhe me vendime gjyqësore se ku paskëshqen GHP-ja. Kongresi i nëntorit, të gjëne, pak histori, Kongresi i nëntorit të vitit 2023 u pa të zhvillua pas një humbjeje të rënd të opozitës turke atëhere. Ju kujtohet u pa të mboa të 6 partit, Ahmet Davutoglu e ky tjetër, GHP janë krye,
Kemal Kılıçdaroğlu në kryet të tavolinës së rumbullakët dhe tentonin të gjithë opozita me erzu Erdoganin bashkë si tena. Të gjithë opozita me erzu Albin Kurtin, po me sa shihet asën do t'ja lëvizin, jo koltukin e shkamin, po vallahi billahi, përsa po shihet, përsa po i dëgjojmë opozitën këto, si kur opozitën e Turqi, jo shkamin, pas një maje dikun, një thep dikun të një kame të shkamit të pushtetit të Albin Kurtit. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2023, pra Kılıçdaroğlu humb thellë përballë Recep Tayyip Erdogan. Pavarësisht një mbështetjeje të një koalicioni të gjerë dhe pavarësisht mbështetje së jashtme të shteteve të jashtme, të cilat shtete, disa prej tyre haptas e disa nën tokë e ndihmonin bllokun opozitar për të rrëzuar Erdoganin. Brenda GHP-s, si u shpall humbja drastike, katastrofike e GHP-s dhe blokut opozitar, brenda GHP-s fillon me një revolt e madhe. Shumë figura partijake atë bot argumentonin se problemi nuk është vetëm Erdogani, por shumë ma shumë se kaq. Problemi është udhëheqja e Kılıçdaroğlu's, i cili nuk po di me e quhe GHP-n përpara. Në këtë klim ngritet figura e Özgür Özelit, një super, si pas asaj që shihet, një super mashtrues, një super, bre thëmë ma bot, si pas asaj që vlerësohet në Turqi, edhe nga brenda GHP-s, një super mashtrues që ti manipuloj masat, që ka ditur në emën të qësoj udhëheqje të pastër të GHP-s, të përfitoj aq shumë dhe të mbaj krahun e djathtë në metropolitanën e Stambollit Ekrem İmamoğlu, ku zhduken hiç më pak se 1.2 miliard dollar në Turqi. Në qëtë ko pra, pas qësaj e revolte, gjatë qësaj revolte, ngritet figura e Özgür Özelit, por pas ti natyrisht qëndrënte një figur shumë më e fuqishme se vetë Özgür Özeli, cila ishte figura e Ekrem İmamoğlu's. Shumë analistë të njohur në Turqi e kanë interpretuar kongresin e vitit 2023 jo si një garë mes Özelit dhe Kılıçdaroğlu's, por si një përplasje midis Kılıçdaroğlu dhe İmamoğlu's, përse për kontrolin e së ardhmës së opozitës turke, për kontrolin thjesht të GHP-s. Kriza e madhe fillon atëherë kur ish funksionar dhe delegat të GHP-s paraqesin ankesa të shumta, 10 ankesa në gjykatat e Turqisë. Sipas dosjeve të prokurorisë dhe aktakuzave të mëvonshme, një numër delegatësh pretendojnë se gjatë procesit të kongresit ishin përdorur një oferta për poste politike, favore financiare, shihen kamera të u bajt parat me çanta, me kofera në për komunat e ndryshme të cilat i ka pasën dhe i ka GHP-ja në dorë, pastaj premtime për kandidime, përfitime ekonomike të ndryshme dhe ndikime mbi delegatet në këmbim të votës. A ju thash, miq, dëgjojeni videon në hijen e Kosovës, tu nejt në Kosovë dhe tu e kuptue Turqin. Mos po kuptoni diçka edhe për vendin tonë. Në aktakuz përmendet akuza për manipulim të procesit të votimit dhe ndikim të paligjshëm mbi delegatet. 12 persona, ndërta edhe İmamoğlu, u përballen me procese gjyqësore lidhur me këto pretendime.
në Turqi 12, në Kosovë 100, vetëm në zgjedhjet e kaluara. 100 u patëndal nga prokuroria, se s'ka u bo me ta mo, a janë lanë të lira, mbahen ende prapagrillave, a shpru nda një vendim, nuk e di, jo mund të dini ma mirë. Një gjatë do të me thanën haptas këtu. Demokracit moderne nuk mjaftojnë që të mbajnë vetëm vota, zgjedhjet e lira dhe vota të hidhet formalisht. Por vota para së gjithash do të jetë e lirë. Si e qytetarit në kutit e votimit, si e delegatëve të tyre në zgjedhjet brenda partijake, por edhe e delegatëve të zgjedhur brenda kuvendit të Kosovës. Asnjë parti nuk e ka të drejtën morale që të imponoj tek deputetët e saj se çfarë të votojnë dhe çfarë nuk do të votojnë. Prandaj thirrja ime e ditëve të fundit, mos shikoni vetëm dhjeçat e parë në listat të partive dhe vetëm ata t'i votoni. Është kurth e partive tuaja të cilat ju i votoni. Por merreni Rizalillah, merreni këtë fletën emnat, listat, edhe ju shka e votoni PD-kën, këshirni emnat aty, 1, 2, 3, tejtë 110. Gjanë njerin ma të mirë, vlavija. Edhe në qëfësa është i 100, i 80, i 77, i 89, sa është me rëndësi. Gjaje njerin të cilën ti ki qef me pa nesër të folë binën e parlamentit aty. Mos birë në kurthën e organizatorëve të brendshëm kryesor të partive që ti të shkosh me inercion aty. Se mjaft po fitojnë në përmes inercionit të emrit të liderit të partisë. Albin Kurti Knej, Hashim Thaqin atan, Ibrahim Rogova nanën tjetër, kryetarët e tanishëm të partive që e kam një far bindje se ty be 50%. 50% e delegatëve aty fitojnë emrin të liderit të partisë ose të frymës së partisë. E ti bëno aj që zgjidhe pikërisht që ato shka ti mendon aty. Pra, vota do të jetë e lirë, jo vetëm nuk mjaftohet vetëm të hidhet formalisht në kutin e votimit. Po kthehet te Turqia, nëse vërtetohet se vullneti i votuesit kësaj radhe është blerë në Kongresin e 38, atëherë procesi humb legitimitetin demokratik. Pika kyçe e vendimit gjyqësor është nocioni juridik turk mutlak butlan. Mutlak butlan. Të dyja janë shprehje arabe, osmane më pastaj që janë në fjalorin e gjuhës turke dhe që ka shumë arabizma e persizma në gjuhën turke. Në teorinë juridike, kjo nënkupton që kjo mutlak butlani, pa vlefshmëri absolute. Pra, një akt konsiderohet sikur nuk ka ekzistuar kur juridikisht. Pra, edhe ajo që pason pas këtij akti është e papranueshme juridikisht. Pra, është e refuzuar dhe do të kthehet në pikën 0. Imagjinoni ju prej vitit 2023 sa vendime që kanë marrë jashtëligjshëm që juridikisht do të hidhen poshtë sipas kësaj mutlak butlan. Nuk e di në gjuhën shqipe çfarë do të ishte kjo pavlefshmëria absolute, po e përkthej kështu tekstualisht, po profesionalisht. Inshallah në jurist e dëgjon këto dhe ma bën komentin në këtë video, e los ndonjë jurist ose që e njeftin ndonjë jurist, çfarë është që kjo mutlak butlani. Unë e përkthej pavlefshmëri absolute. A ndodh të ne, a mund të ndodh të ne që të rrezohet një vendim i një kongresi të azamit të partisë dhe më pastaj të gjitha vendimet, procese që jenë bo më pastaj
të konsiderohen të pavlefshme. Prandaj thash në hyrje të temës se kemi të bëjmë me një vendim historik. Me një vendim sa brenda partisash, që shkanë fillu e 3 grupacione për qarjen e partis, Kemal Kılıçdaroğlu ka shku ullën si zotni kom për mi kom. Aty, Özgür Özeli kërcënon me demonstrata, me demonstrata ndaj kujnë atash, ndaj Erdoganita, ndaj shtetit, ndaj policisa, jo. Tash demonstrata ndaj Kemalit, krye bashkiakut të tin, krye bashkiakut, ndaj kryetarit të partis, bashkpartiakut të tina, ndaj gjykatave, ndaj prokurorisa. Nejse, gjykata ka argumentuar se nëse vullneti i delegatëve është cenuar në mënyrë sistematike, atëre rezultati kongresit konsiderohet i pavlefshëm. Për pasoj, jo vetëm zgjedhja e Ozelit, por edhe të gjitha vendimet dhe strukturat e vendosura të emruara të më pastajshme po shpallën të pavlefshme. Kjo është një precedent jashtëzakonisht i rrallë në politikën moderne, megjithatë ka ndodhur. Ka ndodhur edhe në disa shtete të Evropës. Në sipërfaqe, miq, duket një luftë për kontrollin e GHP-s, por është më shumë se një debat politik. Në realitet, është një luftë më shumë se për pushtet. Në fakt, brenda GHP-s ekzistojnë 3 grupe të cilat dëshirojnë të përvetsojnë sa më shumë fuqi dhe sa më shumë të mira materiale të jashtëligjshme, sepse në 20 vjetët e fundit, GHP-ja pas ka qenë strumullari i korrupsionit dhe veprimtarisë kriminale ekonomike në Turqi, veprimtari kriminale ekonomike që pas kësh ushqyer edhe elementet antishtetrore të PKK-s. Shiqeni si ka shkue, pra paraja e pest, keqpërdorimi, korrupsioni, që shpëmuj ka prokuroria me gjetën, vizi brenda partis, brenda këto, ka shkue të hakari atje e të juglindja e Turqis dhe të celulat e PKK-s në Siri, në Irak dhe në për disa vendet të Evropës, e sidomos në Suedi. Gjithsesi, në GHP janë tani 3 bloke. Bloku i Kılıçdaroğlu, që ullë sot si zotni aty, i cili konsideron se partia u mor me metoda mënyra të padrejta dhe kërkon rikthimin e rendit institucional të GHP-s, është kampi i Özgür Özelit, kryetarit të deritanishëm që sot ka hes të shtëpia, i cili argumenton se kongresi përfaqëson vullnetin e bazës dhe se ndërhyrja gjyqësore cenon demokracinë partijake. Demokracinë partijake. Po ato kufera të çanta me para të darka, në për Brezovicat e Ulqinat e Dursat e Turqis atje ndërveti me avokate, me që avokate. Dhe është kampi i Imamollës. Për shumë vëzhgus, analist, njës të politikave të brendshme të Turqis, kjo është grupi më i fort dhe më i rëndësishëm në Partinë Republikane Turke. Imamoğlu synon transformimin e GHP-s në një parti më pragmatike, sepse vetëm si më pragmatike mund të jetë, të bëhet e aftë për të fituar pushtetin nacional, zgjedhjet nacionale. Jo të thirret në Ataturkun, në Ismet Inönü, në Erdal Inönü, në historie, bla bla bla, sikur të na PDK-ja thirret në UÇK, LDK-ja thirret në Ibrahim Rogovën, vizioni pacifist i LDK-s, vizioni kështu i PDK-s, ky komandant u konën atëherë, tani është vendimarrës në Skenderaj, në këto. Ky Imamoğlu, po thët, ka marrua jo ko, u vllazni,
Ato mbesin histori të pashlyera. Ato janë të rëndësishme të dihen. Roli Ataturkut, roli GHP-s, roli i INN-s, roli i figurave në luftën e Çanakalas, roli i figurave dhe komandantëve në ushtrinë çlirimtare të Turqisë atëherë, por ajo frymë nuk mund ta udhëheq të tanishmën, sepse po jetojmë në paqe dhe në dinamika krejtësisht të reja. Tani nuk kemi punë me Serbinë, që dalin në shesh dhe në ranë safin e parë komandantat kam për mi kam. Therën në UÇK, therë këta, e kum bo këta, e kum dhan këta, e kum bo këta. Pa dhe unë e kum dhan, e kum bo. Qka tani? Me thonë se mund të konë që kja. Po ne konsideroj hipokrizibre, thirrjen në ate, se ama tash mu e këta. Nëse më takon, nëse mu i me marë, nëse kam aftësi, e marë, është e leqme u krye sapi. Por jo thirë më në babë babgjesh, i kumpas dhe më meritan. Që ki Ekrem İmamoğlu po thëtë, lëshane partin tokë, o vlazni tërq, lëshane se nuk fitohet pushteti, nuk mund të rëzohet Erdoğani atje, e për këto pedini, jo, shka po du me thonë, duke u thirë në Ataturkun e në atë. Erifi e ka shtrirë rjetin e AKP-s në gjdo fshat dhe në gjdo shtëpi të gjdo fshatit të Turqisë, e ti po më kalzan Ataturku. Kur tani është edhe gjenerata e të rejt ka linden që se kam rri Ataturkët heq. Sikur të ne që ka lind gjenerata e dy që UÇK-jen e shevish në për filma. Një pyetje që është duke ushtruhe, a është ndërhyrje e gjyqësorit kjo në politikën turke. Dhe kjo është pyetja që sot është duke e nda dhe do të ndan edhe më shumë opinionin turk. Nëse njëra pjesë argumenton se gjyqësori po ndërhyn në jetën politike, pjesa tjetër po argumenton se gjyqësori po e mbron demokracin nga korrupsioni politik. Por, është edhe një këndvështrim tjetër teorik, që të dy argumentet thët kanë bazë tek rasti i kësaj. Analizat e forta janë të ubohe. Nëse gjykata anullon një proces demokratik, pra pa prova të mjaftueshme, këtu kemi problem me demokracinë. Por nëse procesi demokratik është manipuluar me para dhe favoret të ndryshme, atër ndërhyrja gjyqësore mund të konsiderohet dhe duhet të konsiderohet mbrojtje e demokracisë. Kjo është arsyeja pse rasti i GHP-s po studiohet me një interes shumë të madh nga jurist dhe politologët më të njohur të Turqisë, jo vetëm analistat që bojnë potera e gallata në për studiet televizive të Turqisë. Ngjarja ka edhe një nivel tjetër, niveli sociologjik i krizës. Në këtë nivel, pra, kriza tregon diçka shumë më thellë se që është duke u folë. GHP-ja prej vitesh përballet me një problem identitar miq. Si kur LDK-ja, si kur PDK-ja të na, po mos ti përzi pra. GHP-ja përballet me një problem identitar në Turqi. Ajo nuk ka arrit të vendos qartë nëse është parti elitare kemaliste, apo është parti social-demokrate moderne, apo është parti e qendrës, apo është lëvizje populiste kundër Recep Tayyip Erdoğanit. Kjo paqartësi ka krijuar tensione të vazhdueshme dhe kriza aktuale është pasoj e këtyre konflikteve identitare të GHP-s. Pasoja më e madhe e gjithë kësaj që ka ndodhur është paraliza politike. Për muaj apo për vite GHP-ja mund të mbetet e fokusuar në konfliktet e brendshme, ndërkohë pushteti i AKP-s, i Erdoğanit, do të përfitoj nga kjo situatë si kur kimen kur e nxjerr prej e t'lynit. Historia politike, meq,
tregon se parti që përfshihen në luftrat të gjata, në luftat të brendshme, zakonisht humbin mbështetjen e elektoratit. Rastet e këtilla kemi në Itali, në Francë, në Greqi, në Britani, pra as GHP-ja nuk është imune ndaj këtij rreziku që 2-3 javë të fundit pa të fillu me lëviz ka përpjet pak. Mirë po kjo ngjarje tani e ka kthye kapakun e tenxherës përmbys. Rastet e ngjashme që thash ka ndodhur e kemi për shembull në Itali, ku partitë tradicionale janë shkatruar nga skandalet dhe korrupsionet dhe amoralitetet e brendshme, sidomos gjatë operacionit Manipulite, nëse ju kujtohet. Në Francë, krizat e brendshme e patën dobësue Partinë Socialiste deri në shkërmoqje. Në Izrael, konfliktet vazhdueshme të brendshme që kanë shkaktuar fragmentime politike si asnjëherë më parë në historinë e Izraelit. Dhe mësimi është i njëjtë. Kur partitë, miq të dashur, këto dhe në diasporë, kur partitë humbin besimin e antarëve të tyre, ato humbin gradualisht edhe besimin e elektoratit jashtë. Prandaj, kriza e Kongresit të 38 të GHP-s është shumë më tepër se sa një konflikt procedural, juridik qoftë edhe atë. Ajo përfaqëson përplasjen midis legitimitetit juridik dhe legitimitetit politik, përfaqëson demokracinë formale dhe demokracinë reale, shpërfaq të palarat e elitave tradicionale dhe të brezit të tanishëm brenda GHP-s, shpërfaq gjithashtu pushtetin institucional dhe atë informal, ku ky informali pas ka qenë shumë ma i fuqishëm se pushteti institucional i GHP-s. Nëse akuzat për blerje votash dhe manipulim të delegatëve vërtetohen plotësisht, atëherë rasti do të hyjë në historinë politike turke si shembulli më klasik i mënyrës se si paraja e pist mund ta deformoj demokracinë deri në përmasa sa të flitet për ndarjen e një partie në tresh apo shuarjen e saj tërësisht. Nëse, përkundrazi, vendimi i gjykatës shihet nga shumica e publikut si i motivuar politikisht, atëherë kjo krizë mund të thelloj krizën e besimit ndaj institucioneve të shtetit dhe të shtetit në përgjithësi. Për Turqinë, pyetja më e rëndësishme nuk është vetëm se kush do ta drejtojë Turqinë, por nëse opozita turke do të arrijë të ndërtoj një kulturë të re demokratike, ku pushteti të fitohet përmes bindjes politike dhe jo përmes rrjeteve mafioze, rrjeteve të ndikimit, patronazhit, të fuqisë financiare dhe të thirrjes në luftë e në Ataturk e YNNY e kemi bo këto, e kemi pështu këto, e Evropa kështu, e Amerika kështu, siç ndodh edhe në për vende të ndryshme. Pikërisht, aty pra do të përcaktohet jo vetëm e ardhmja e GHP-s, por edhe cilësia e demokracisë turke në dekadën apo dekadat e ardhshme. Thash në hyrje se do të tërheqi një vijë krahasimi edhe me rastin e Kosovës, ku përmenda gjyqësinë, prokurorinë, institucionet relevante, nëse kisha pas qef me dëgjue qëtë video për me pas e shka qyshtek. Meq, rasti i zgjedhjeve të kaluara në Kosovë, rasti i Prizrenit dhe rastet të tjera në këto zgjedhje dhe në thuajse të gjitha zgjedhjet e tanishme, shpërfaqen një gjendje as pak më të mirë se sa vetëm brenda GHP-s.
Në rastin e GHP-s, për te kësaj, kemi të bëjmë me akuza për ndikim mbi delegatët brenda një partije në një kongres partijak. Në Kosovë ka akuza që kanë qenë kryesisht për blerje votash në zgjedhje publike, edhe të mashtrime në rrafshe partijake, ose manipulim të votave brenda partive, si shndodhe ky rasti skandaloz i Prizrenit në PDK. 6.000 dishka vota, sikur tajren e babil, me i pasardhen prej qiellit. Me gjithë që ka dalime mes rastit të Turqisë tash, si GHP, edhe rastit të Kosovës, parimi demokratik është i njëjtë. Cili është ai? Kur paraja fillon të zëvendësoj vullnetin e lirë të votuesit, demokracia fillon të sëmurët. Dhe me rënjen e demokracisë në shtetet të cilat pretendojnë se janë demokratike, bie edhe sistemi, rënohet edhe shteti. Kjo është arsyeja pra pse organizatat të njohura, ndërkombëtare, që kanë monitoruar zgjedhjet në Kosovë, kanë përmendur vazhdimisht rrezikun që mund t'i kanosët Kosovës nga blerjet e votave, përdorimi i këtyre burimeve publike, pastaj forma të tjera të ndikimit të jashtëligjshëm mbi zgjedhësit me premtime të rrajshme, me të ngjashme dhe kështu. Dhe nga rasti i GHP-s në Turqi, unë mendoj se mund të nxirren dëmsime të cilat ja vlen t'i përmendi këto. I pari është, shumë shoqëri mendojnë se demokracia rrezikohet vetëm kur diktaturat ose grushtetet e shtetit ndodhin. Jo, historia moderne tregon diçka shumë më të rrezikshme se kaq. Demokracitë shpesh degradojnë pikërisht nga brenda. Jo përmes ushtrive, jo përmes paras, jo përmes ndërhyrjeve me para nga jashtë, por përmes paras së brendshme, përmes patronazhit, përmes favoreve, përmes punësimeve publike, përmes kontrollit të institucioneve të nderuar. Nëse një kandidat fiton sepse ka bindur qytetarët, këto kemi të bëjmë me demokraci, por nëse një kandidat fiton duke ble votat, këtu kemi treg politik, pazar është. Dhe këto është thelbi i debatit që po zhvillohet sot në Turqi. A thua brenda GHP-s janë ble votat apo nuk janë ble? A është ndrua GHP-ja në një pazar ku shiten e blihen delegatet apo jo? Një mësim i dytë që mund të nxirret, Kosova që mund të nxjerrë nga rasti i GHP-s të Turqi është se partit nuk mund kur të bëhen prona të individëve dhe të arrin deri në ato nivele sa të identifikohen me individin. Një rast i përhapur shumë në Ballkan, sidomos tek ne në Kosovë. Pra, shumë analistë të Turqisë e thonë haptas, e unë e shoh edhe nga Kosova, GHP-ja gradualisht u patishndruar në një strumullar ku udhëheci i partisë e ka menaxhuar të gjithë mendësien e partisë. Ata të cilët nuk e kanë dëgju, ose i ka ble me pare, ose i ka larguar aty. Edhe kjo nuk është vetëm dukuri e shtetit turk, por në Ballkan, e në Kosovë, e mua më intereson në vendin tem këto. Pra kur partit bëhen prona të individëve, delegatet e humbasin pavarësinë, strukturat heshten, pastaj kritika shuhat, pastaj vendimarrja centralizohet. Atëherë paraja fiton terren edhe bëhet shumë e vlefshme dhe e lehtë për të korruptuar dhe për të korruptuar të tjerët. Mësimi i tretë, blerja e votës. Në demokracitë perëndimore, në demokracitë e avancuara, blerja e votës, korrupsioni me votën është tenderi i votave, është rreziku më i madh. Jo vetëm që dëmton buxhetin, por një vot e blerë dëmton krejt demokracinë, sepse vota është themeli mbi të cilën krijohet legitimiteti i një shteti. Nëse një qytetar, siç punimi këtë në Kosovë,
e shet votën 10, 20, 30, 100 euro. Ai, në këtë rast, që ta dini, nuk shet vetëm një fletë votime, por ai e shet të drejtën e tij politike. Për 10 euro e shet të drejtën politike, për një thes mill e shet të drejtën politike. E shet të ardhmen e qytetarëve të këtij vendi edhe mundësinë, e shet mundësinë për llogaridhënie. Ky qytetar më, ky njeri më, ky shqiptar më, kushdo kohë në Kosovë, nuk ka të drejtë të kërkoj llogaridhënie. Një mësim tjetër që mund nxiret është mësimi i gjykatave, i prokurorive nga rasti i GHP-s në Turqi. Dhe ky ndoshta është mësimi më i madh që mund të nxiret nga GHP-ja. Në Turqi, shteti nuk ka reaguar me kohë. Problemi grumbullohet derisa aty vje puna me ndërhyje gjykata, shumë me vonesë. Po rezultati, kaos politik, që mot e tepër. Përçarje, si që është bëhe të ne këto, mos besim në institucionet të shtetit, paraliz e opozitës dhe paraliz e bashkëpunimit opozit-pozit. Rezultati i vonesës së ndërhyrjes së prokurorisë, e policisë, e gjykatave me ardhmë me vendime të prera kur shohin se paraja po korruptohet, qytetarët po korruptohen, vota po blehet, vota po shiten, thaste millve po bahen, kacijat, kolicat me malter po shkojnë, me beton po vinë. Nëse nuk reagohet shumë shpejt, ja modeli i Turqisë. Turqia është para momenteve historike. Shumë maron e ka tash se me rastin e Sirisë. Shumë maron e ka tash se sa me rastin e luftës që flitej se po fillon me Izraelin. Turqia është para sprovës më të madhe. E dyta më e madhe. E para ke kur u zbulue korrupsioni i Ekrem Imamollës që po lidhet me këta. Parat kanë shkue. E ke ble tokën 5 ari, e ke shit 5.000, e ke ble tokën 5 euro arin, e ke shit 5.000 euro ku i ke qu që ato parati. Shka ke investu, shka ke bo, ka të kanar ty që ato para. Kush mundet me e vërtetu e se elita politike në Kosovë ka pas qatë shumë para sa ta blej tërë Kosovën në përmes privatizimit. Ka erdhen ato para. Ne edhimi gjendjen e popullit tonë. Miliardë euro ka erdhen edhe u ble Kosova. Pra vonesa e institucioneve gjyqësore, prokuroriale në Turqi, Turqien e ka prue para një bankroti serios. Pra kaos politik, përçarje, mosbesim, paraliz opozite. Edhe Kosova duhet me pyet veten. Nëse ka dyshime për blerje votash, për manipulime, apo për presione, apo reagojnë me njëherë institucionet të cilat do të reagojnë, apo po presin që problemet të shpërthejnë vite më vonë dhe edhe më shumë të fragmentizohet shoqëria kosovare, ku sot ka arriten në vend të një konkurrence midis partive është ndruen në një armiqësi e hapur midis militantëve të partive të cilat do të marrin pjesë në zgjedhjet e qershorit. Pra ngjarjet e fundit me këto hetimet për manipulimin e votave dhe arrestimi i 100 personave në Kosovë tregojnë se ky rrezik nuk është vetëm teorik, nuk është vetëm fjalë, por është real. Sipas prokurorisë janë hetuar raste të dyshimit me vota, presioneve, dyshime për rishvete gjatë procesit zgjedhor dhe të ngjashme. Një mësim tjetër që mund të nxirret nga rasti i Turqisë është të demokracia do të mbrojt me ligje, jo me palavra dhe me bërtima e me talavana për emisione televizive. Sepse të ke fundit meq, Kosova ka ligje, edhe Turqia ka ligje, shumica e vendeve kanë ligje, por problemi është të kultura politike e një vendi, e një populli, të vetëdia politike. Shpesh po flasim na për vetëdijen shtetnore të një kombi. Këtë rast të ne këto, nëse qytetari mendon
edhe të tjerët po blejnë vota, pra edhe ne ta bëjmë, atëherë pritet një ditë që të ndodhë ajo që është duke ndodhur tani në Turqi. Demokracitë mbrohen kur qytetarët me vendësmëri e refuzojnë shitjen e votës, kur partitë ndëshkojnë manipuluesit brenda tyre, kur mediat ekspozojnë abuzimet me emën dhe me mbiemën, dhe kur drejtësia vepron pa dallim partije. Pra, të nderuar, problemi i Turqisë nuk është vetëm ajo që po shihet se po ndodh në GHP atje. Problemi është se çdo shoqëri që toleron blerjen e votës, herët avon përfundon në krizë legitimiteti të shtetit. Sot GHP-ja, nesër mund të jetë ndonjë parti në cilin do vend tjetër të botës. Nëse delegatët blihen me para, partia humb demokracinë. Nëse votuesi blihet me para, shteti humb demokracinë dhe dallimi është vetëm në mallësi. Delegatët ja humbin demokracinë partisë brenda, ndërsa votuesi ja humb demokracinë shtetit si tërësi. Kosova duhet ta shohë GHP-n si një pasqyrë më të mirë të mundshme paralajmëruese, sepse demokracitë e përsëris për të tretën herë nuk rënohen gjithmonë nga armisht e jashtëm. Shpesh ato rënohen nga korrupsioni që qytetarët fillojnë ta konsiderojnë normal. Dhe për fjali të fundit, ose duhet të mirët mësim nga ajo shka ndodh jashtë për të pasuar ne, ose duhet nga brenda të dëgjohen zërat e arsyeshëm të cilët vazhdimisht bëjnë thirrje se pa elitën intelektuale brenda institucioneve partijake dhe shtetore, Kosova as 1 milimetër më shumë nuk mund të ecë përpara. Mirupafshim.